gjithmonë e kom pas një pasion për fushën e mjekësisë estetike. Më kujtohet vetja kur kom qenë tinejdgjere, gjithmonë e kom pas pasion me ble revistat. Edhe ato faqet e fundit të revistave ku janë reklamat e klinikave, gjithmonë jam dal, i kom shiku me vëmendje çfarë pajisje treja kam pru, çfarë shërbime ka, çka ofrojnë ato klinika, as idem pa e pas që një ditë qaj ka me qenë profesioni jam. Edhe gjatë kohës që punojsha vetëm si stomatologe, merr një ftesë për me shku në Beograd me kry një trajnim, edhe normal që kisha shumë pikpyetje të madhe se edhe larg, edhe në Beograd, dhe ato rrethana që kanë qenë, por në moment fundit vendosa me shku. Kur shkova, u të merrova, se gjysma e prezentimit ka qenë me komplikime. Krejt komplikimet që ka mujnë me ndodhë nëse ti vendosë më marrë me këtë punë. Na vetëm anën e lehtë, vetëm pamjen përfundimtare. Po, na i fotografitë të bukura rezultate. Që lehtë. Ka shumë profesion, shumë e vërtet, ka shumë përgjegjësi, ka shumë sfida për me arrit me bo një punë që shduhet. Po, une, masi që e përfundova trajnimin e parë, edhe aty kom qenë me nanën, se nana gjithmonë është ta që më ka shty, më ka thonë, ti dush me shku, ti mund është, ti e bën, ti din, ka besu në mund gjithmonë ma shumë se sa unë në vetën. Të ka shty për para. Po, e vërtet, më ka thonë vullnet gjithmonë, edhe kur u kry trajnimi, thash jo, une këtë punë, asnjëherë harroje. Hajt se flasim na, unë e di që kjo ty të pëlqen, edhe e vërtet, ma ndej kom vazhdu.